Po shkojmë me postimin e 9, ky postim subhanallahu xhuva, la ilaha illallah. Kështu ki postu. Banorët e përhershëm të xhehenemit do të kenë 4 kërkesa dhe shpresa që nuk do t'ju plotësohet asnjëherë. E para, të kthehen edhe një herë në dunjë se më nuk do të jenë të padrejtë. E dyta, kur vërtetohen se nuk plotësohet kërkesa e parë, do të shpresojnë të jenë të vdekur. E treta, kur vërtetohen se nuk plotësohet kërkesa e dytë, do të shpresojnë që së paku një ditë t'u lehtësoj Allahu dënimin. Edhe e katërta, kur vërtetohen se nuk do të plotësohet kërkesa e tretë, do të kërkojnë pije nga banorët e xhenetit. Allah na ruaj nga ky përfundim, ja Allah. Po. Këto 4 pika janë prej ajeteve të Kuranit, unë nuk i kam theksuar se jemi në atë kohën e fast foodit. Shpejt. Po shpejt për me domethënë 4 pika janë prej ajeteve të Kuranit. Kjo është në Kur'an, kjo është në Kur'an, është ajete. Po. Zakonisht në suno kur e përmendni xhehenemin dhe banorët e xhehenemit, duhet ato emocionet pak edhe ndjenjat me funksionu pak më ndryshe. Si jemi tu fol për diçka që krahasohet me dunjon. Po folmi për diçka që është e pakrahasueshme. Domethënë diçka që s'dim. Allahu na mëson që asnjëherë mos me përjetuam. Por edhe për ata që i shohim, thojza se na nuk e dim kush do të jetë për xhehenem dhe kush do të jetë për xhenet. Na vidim vetëm një rregull, një teori, se ai që beson dhe jeton sipas besimit do të shkon në xhenet. Dhe ai i cili nuk beson dhe jeton sipas mosbesimit do të shkon në xhehenem. Por realisht në detaje na nuk e dim kush çka, se brendësi nuk ja dim askujt. Na ndoshta dikane shumë si besimtar dhe si njëri praktikues i fesë, ama gjendjen e tij reale nuk e din kush përveç Zotit. Edhe kundërta, mund ta shohim dikant që është si jo besimtar, edhe si mos praktikues i fesë, por na nuk e dim gjendjen e tij deri në fund se si ka përfundu. Qysh ka thonë pejgamberi se nuk do të ndodhë dita e Kiametit përderisa do të vjen një kohë për shembull që njëri do të jeton si besimtar dhe nuk do të jetë mes tij edhe xhenetit sa një pllom. Domethënë, mirë po do të ndryshon situata e tij. Edhe vdes, edhe shkon për xhehenem. Na nuk më thon se që kjo zbatohet për këtë person, na nuk e dim. Po, ama e dim si teori dhe si rregull. Edhe e kundërta. Thot pejgamberi do të jeton dikush si jo besimtar, derisa nuk do të jetë mes tij dhe xhehenemit sa një pllom. Dhe në atë moment ndryshon situata e tij faktike. Edhe ai beson Zotin. Edhe mundohet me zbatu me ato mundësi që e ka. Edhe i regjistrohet dhe i bëhet obligim xheneti. Kur përmendet banorët e xhehenemit, edhe më njëherë na kujtohen tash jo besimtarët edhe ata që na nuk bën më gëzu. Se mundemi edhe ne me konë ato. Po na nuk bën më gëzuan, se nuk e dim se ç'është të përfundojmë ne. Na duhet me tregu për mjerim, për dëmshuri duhet me kallëzo. Dhe duhet na dhimbsin ata njerëz që janë për xhehenem. Megjithëse do të jenë për xhehenem. Në çka bojna? Këta do të jenë për xhenem, sigurisht e manifestojna. Na nuk bën kështu me funksionu. Neve nuk duhet na bëhet çefi nëse dikush është për xhehenem. E jo na tash ta festojna atë pozitin e tij të xhehenemit, edhe tash ti ke me kon për xhehenem, edhe u kriju sos puna, un kam me kon për xhen. Kush ta ka dhënë këtë drejtë? E para, s'ki drejt me etiketu edhe me i konkretizu. Domethënë me emër dhe me mbiemër. Përveç atë që Zoti e ka konkretizu. Edhe tjetra, në anonim, për kretë xhehenem liçi janë, na nuk duhet të gëzohemi. Sa ata janë njerëz. Edhe ata janë kulli i Zotit. Domethënë kjo është provë për neve. Se edhe ajo është i llojit tem. Po. Edhe unë jam i llojit atina. Fakti që Zoti për çdo njerë ka kriju xhenet. Për çdo njerë ka kriju xhenet. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se ti e kon për xhenet, ama po më dhimbsesh se e ke lënë ata çka është më e shtrenjtë për diçka që
nuk posedon asgjë përveç se dhimbje edhe dënim. Kështu që neve këta duhet na dhimbsen. Po lut Zotin e Madh që Allah të na ruan deri në momentin e fundit se nuk kemi garancë. Andaj edhe Zoti i ka përmend këto 4 kategori që janë shumë domethënëse. Allahu tregon për gjendjen reale se çka do të ndodh. Para mendoni kur banori i xhehenemit do ta shef xhehenemin, të kthehet edhe një herë. Presa e parë ka me konë o Zot, kthejmë edhe një herë në dunjë. A di çka do të banori i xhehenemit ka më thonë Zotit para se të futet në xhehenem, ka më thonë Zotit o Zot, sikur ta kam këtë dunjan. Dhe çka ka në ta? Krej do t'i kisha dhënë veç me pështu për zjarrin e xhehenemit. Çka do t'i thotë Zoti? Thotë kam kërkuar diçka që është shumë më pak se kjo. Shumë më pak se kjo. Unë s'kam lip ti prej te dunjanën. Dunjan e kam kriju mekanizëm që ti me shfrytzu për me shpëtu. Unë s'kam lip prej te, domethënë ti me dhon këtë dunjan për mua, Thotë Zoti, thotë unë kam lip veç me dëshmu me fjalën la ilaha illallah dhe me jetu me kët kod njerëzor, me kët mirësi që do të kishte shpëtuar edhe në dunjë edhe në ahiret. Domethënë kjo është ajo që Zoti na i tregon gjendjen mjerueshme dhe të dëmshurisë se si njerëzit domethënë do ta përjetojnë. Pastaj ajo e dyta është po i miti ose shpresa e dytë. Po, kur të vërtetohet se nuk plotësohet kërkesa e parë, do të shpresoj të jenë të vdekur. Bëram të vdesmi. Po, këta do të jenë domethënë, këta njerëz do të jenë për ata që do të jenë në xhehenem për gjithmonë. Po. Mund të kemi dallim. Po, se ka dallim. Në xhehenem do të jenë edhe do të ketë edhe prej besimtarëve që nuk do të shpaguhet mëkati i tij përveç se me zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj. Amin. Domethënë që të mos e përjetojmë as një çast. Domethënë kur të vërtetohen se nuk ka dalje për gjithmonë, para mendojmë veç në burg Allah i na ruaj prej kësaj provës. Para mendoj çfarë lodhje psiqike është me thonë gjyqi se ti do të jesh në burg për gjithmonë. Edhe pse s'ki zjarr, ki frigorifer, televizion, haje, pije, lëvizje, sado pak kam thonë mundohesh, nuk trej kurkush, po vetëm se je i burgost. Atë nuk ka punë burgi. Atje s'është punë burgi, atë çdo çast maltretim, dënim, tortur. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Shto Allah në Kur'an thot. Sa herë që do t'ju digjet lëkura. Sa herë që do t'ju digjet. Me njerë do t'ju riformohet. Që t'ju digjet përsëri e që ta shijojnë dhimbjen e xhenemit. Ateistët mundën mu tallë, s'është? Ama ani tallë në ju? S'ka lidhje. Se kjo është fjala e Allahut në Kur'an, ne krenohemi me këto fjalë. S'ka lidhje apo? Jo, kam qef, minjerë më vadhon përgjigjen kështë. Po. Ata kanë mu talë, kësi që ka u mirë kanë me lëkur. Po. Ne krenohemi se këtë janë fjallë në Kur'an, është okej. Kështu që, do më thonë, kur binden ata se nuk ka dalje për zjarri me xhehenemit, atëherë do të thonë, po s'po vetë vdesmi. Shprej se modhe me vdek. Po, veç me vdeka, që na tutmi sot prej vdekjes. Tutmi. Edhe para më tutmi prej vdekjes, për shkak se jemi lodh për dunjas. Prej mirësive të dunjas. Atje jo, s'ka mirësi. Atje do të ketë dhimbje. Allah i na ruaj. Edhe dhimbjet e xhehenemit nuk do të jenë të njëjta. Se ka shumë hadithe dhe ajete të Kuranit që kanë përshkruajt zjarrin e xhehenemit. Para mendoni be i fundit kur do të hinë në xhehenem. Se sa prej Ademit alayhis salam deri tash, edhe deri në ditë kiametit, sa miliard njerëz do të jetojnë. Edhe sa do të jenë për xhehenem. I fundit kur do të jenë në xhehenem, a di çfarë do të thotë xhehenemi? Do të thotë kështu Zoti, halim te, jo që nuk e din Zoti, por kjo është me na tregu madhështinë e xhehenemit. Halim talat, ai mbush. A di çfarë do të thotë xhehenemi? Helmin mezid. Akala. Akala, se dikush tallet, se ndoshta nuk ka vend për mua në xhehenem, se do të mushet xhehenemi. Jo. Ndëgjoj çka do të thotë xhehenemi. Hel min mezid. Akala. Sa la kam vënë në për xhehenem. Edhe plus trupat do të jenë të mëdha, Po trupat do të jenë ashtu siç i ka përshkruajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë shpresa e xhehenemlit kur ta shef se nuk ka dalje për xhehenemit, kam thënë o Zot merr më shpirt. Kjo është shpëtimi më i madh, domethënë që
do ta kishte shpresu xhehenemlia. Mirë po, nuk realizohet. Nuk realizohet. Shkon te kjo, 4, shi? se bota e ahiretit për xhenetlit dhe xhehenemlit S'ka vdekje. do të ketë jetë pa vdekje. Kjo është dallimi mes jetës së dunjos dhe botës tjetër. Edhe e katërta kur ta kuptojnë, kur ta vërtojnë se nuk plotësohet kërkesa e dytë, do të shpresojnë që së paku një ditë t'u lehtësoj Allahu dënim. Para mendon. Një pushim. Po. Edhe këta kur ta kuptojnë, u lodhëm. Ma ka mundësi edhe një ditë, veç një ditë me pushuam. Edhe kjo nuk do t'ju mundsohet. Dëshpërim pas dëshpërimi. E ki parasysh. Dëshpërim pas dëshpërimi. Kjo do të jetë ai momenti më i keq Zoti na rujt. Po. Amen. Edhe e katërta me pi ujë. Po, kur do të bindën se edhe kjo nuk do t'ju plotësohet, nuk ka pushim javor, as mujor, as vjetor, nuk ka tendera, nuk ka korrupsion, nuk ka hatër, nuk ka ndërmjetësime, por aty do të zbatohet vetëm drejtësia e Zotit madh. Atëherë do t'i thojnë Zotit bile, do të kërkojnë ujë prej banorëve të xhenetit. Do të kërkojnë ujë prej banorëve të xhenetit. Mirë po, banorët e xhenetit do t'i thonë e kemi haram mi u dhon ujë prej xhenetit. Kështu është rregulli. Po. E tash s'du me sos që këtë pikë, se unë e di me çfarë shikues kam punë, në rrjetet sociale, kur ta dëgjojnë këtë fjalim kanë me thonë, po mirë bre, çfarë diktature që ka kjo në xhenem, se ato e kuptojnë me këtë botë, çish Zoti mos më ia dhon një ujë, i dhimbet të xhenem liu, ai të morësh. Çish më u përgjigj këtij vesh? Këtyre nuk muj t'u jap mi përgjigjen e sakt se këta në bazament kanë defekt. Po. E ki parasysh. Pra të sunë bëjë një rregull. Mos u mundo kret me i bind. Po. Mos u mundo kret me i bind. Këta janë. Po në thash pauzë. Allah i ka thënë lëkura ka mu hek, unë e besoj. Na nuk e ndërtojmë, nuk e kemi ndërtuar Islamin dhe bindjet tona nga kjo që e tham tash. Po. Na kemi një bazament tjetër të fesë tonë, nga e cila na ndërtohemi dhe pastaj domethënë na këto gjëra i pranojmë. Pse? Se ne e dim që Zoti e ka zbrit fenë në emër të drejtësisë dhe nuk ka shans që Zoti ta prish këtë rregull. Ky Zot i cili na thret me i besu, edhe ka njerëz që nuk e besojnë. Pse nuk i dënon Zoti? Se Zoti e ka një rregull, ajo rregulli i drejtësisë, se në këtë botë Zoti e ka kriju për me na sprovu. E lën Netanyahu me genocid. Po, bujrum. Ma, se vendita. A do të bjen zilja e xhelit? A shkurdis ajo? Ajo nuk ka në dorën tonë. Mundesh me bë turi çfarë komploti, mundesh me bë turi çfarë planifikimi, mundesh me bë krim sa dush, nuk je i pari. Historia ka kaluar shumë kriminal ka kaluar. Por ta dish se në qelizën tonë shkurdis ora e xhelit. Është kurdis ora e xhelit. S'ka kush e ndal as Amerika, as Evropa, as pasuria, vendita, as aleat, qofshin ata, kushdo që tjetën. Nuk ka mundësi me ta ndale. Ki po në telefoni kur kurdis, kur e kurdis, edhe e nal, tak e nal. Ama e xhelin s'e nal. Snoze. S'ka e xhelin vjen. E xheli vjen. Para atë shu, domethënë dunja ahireti do të jetë krejtësisht në perimetra tjera. Po. Sa që edhe xhehenemlit, kjo është shumë e rëndësishme. Xhehenemlit nuk kanë me pas drejt me akuzu Zotin sa është i pa drejt. Këtë dunja akuzojnë Zotin. Po pse Zoti kështu, po pse Zoti ashtu, se Zoti na ka dhënë një falirije. Mendosh ka dush, edhe thuj shka dush, e drejta jote është. E drejta jote se ta kam dhënë këtë liri tije. Po. Ama në botën tjetër, jo që Zoti ka me qenë imponues, jo kështu. Jo se Zoti ka me tregu tash se është diktatore, jo. Allahu ka me thonë kështu. Drejtësi. A ka be dikush në imbret? Ketë kanë me hesht. Ketë kanë me hesht. Allahu do të thotë, unë jam mbretja absolut. Por me gjithat, Allahu kur e demonstron mbretërin edhe sundimin e tij absolut, jo që ai do të tregohet kriminalt edhe i pa drejt. Jo. Në atë ditë çdo gjë ka me dëshmu. A dini deri në çfarë niveli do të dëshmon çdo gjë? Deri në atë nivel sa që nuk do t'i mbetet asnjënit 1 milimetër
që të ketë hapësirë me akuzu Zotin se është i padrejt Zoti. E ki parasysh. Kur do t'i thot xhehenemliu, kur t'i thot xhehenemliu, më kthen dunja, edhe Zoti nuk do t'ja mundson. Xhehenemliu nuk ka me pas guximin mi thon Zotit je i padrejt. Se këtu mundesh mi thon gjyqtarit je i padrejt, më ke bë zullum, më ke bë padrejt. Jo, ai ka më u bind se Zoti është i drejtë. Po mirë be Zot, nëse ani, s'po më kthen dunja. Po barom me nxjerr një ditë për xhehenemit, ose me madhon vdekjen. Edhe këtë Zoti nuk ja jep. Do të bindet se Zoti është i drejtë. Pastaj do t'i thot, o Zot, barom një ditë me na liru pi dënimit. Edhe këtë nuk do t'i jepet. Edhe kjo nuk do t'i jepet xhehenemit. Por ai nuk do të akuzon Zotin se Zoti është i padrejtë. Pastaj e fundi do t'i thot barom një pikë ujve, një pikë ujë tapina. Edhe kjo nuk do t'i mundsohet. Përsëri xhehenemliu nuk do të ketë hapësirë, jo prej imponimit, jo prej diktaturës, por do të jetë i bindur xhehenemliu se pas mi pas punë me një drejtë që sot me drejtsinë e tij na e meritojmë dënimin. Allahu na ruajt. Amin ya Rab. O Allah na ruaj nga kjo përfund. Amin Ya ya Rab. Rab. Edhe një sent na nuk zohemi. Edhe me banorin e xhehenemliut më të keq, na nuk zohemi se ai është në xhenem, se kjo është rregull. Nuk ka në Kur'an kurkun, as në hadithet e pejgamberit sa që Zoti edhe pejgamberi na detyrojnë dhe na mësojnë që na mu gëzu me dënimin e një xhenemliu. Neve na dhimbse. Absolutisht.